Në pak minuta, flakët e zjarrit dogjën 3 banesa të komunitetit të Rom në qytetin e Shkodrës. Ngjarja u shënua në orët e para të mëngjesit në lagjen Skënderbeg dhe shkaqet mbeten ende të paqarta. Fillimisht zjarri u shfaq në njërin prej tyre, e më pas u përhap në 2 të tjerat, por fatmirësisht pa lënduar njeri. Në moment u hapën flakën nga ai, u doq ai shkrum u bën ande nga shtëpia të krushkut, pastaj ka ardhur këte. I thashun, do digjet edhe ai mbrenda i stakatua, do digjet thashun edhe ai stakatua. U futën çunat nga dritaret, e morën e hoqin. Ndërhyrja në kohë bëri që zjarri të izolohej e të mos përhapej në pjesën tjetër të banesave sociale ku jeton ky komunitet. Dhe kur ardhme këtu, çdo gjë ishte në zjarr. Sipas dyshimeve, dyshohet se mundi kenë një bombë gazit. Menjëherë fatmirësisht nuk ishte njerëz, domethënë që kishte njerëz brenda në për këta kabinat. Menjëherë u ndërhy, njoftova të vinë me zjarr dhe automjeti nisja dytë, se u dote se ishte zjarri me përmasa, dhe fatmirësisht e fal në hyrës son, arritëm shpëtojmë se këta janë ja 8 kabina. Autoritetet lokale thanë se do të merren masat e nevojshme për trajtimin e familjeve të mbetura në qiell të hapur. Me 2 familje do të marrim masat që do t'i strehojmë që ta shohim një vend të përshtatshëm për 2 familjet. Në këtë blok të banesave sociale të ndërtuara vite më parë, janë sistemuar nga Bashkia Shkodër 27 familje të komunitetit të Rom. Ky nuk është rasti i parë që shfaqen vatra zjarri në këto mjedise, duke shkaktuar dëme të rënda.